أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فتمم طحاوي رحمة الله عليه وإن القرآن كلام الله تعالى ذا قرآن يشتيالة ماضت الله منه بدا بلا كيفية قولا فيالة سلك هدال بريت ماضت الله بعد ديتني منيرا سسه وأنزله على رسوله وحيا ذا اكاز بريتور بيغامبيري تينا مشبالي اكاز بريت وصدقه المؤمنون على ذلك حقا dhe muslimant e kanë besuar se ajo është hak. Wa yaqanu annahu kalamullahi ta'ala bil haqiqa laysa bimakhluqin ka kalamil barriya. Dhe muslimant janë të sigurt dhe të bindun se fjala e Allahut Azza wa Jall është fjalë e Zotit e vërtet, e nuk është fjalë e krijuar siç është fjala e njerëzve. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. أي cilin dëgjon këtë fjalë të Allahut dhe mendon se është fjalë e njerëzve, ai njeri ka bë kufër. وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر. Atë njeri Allahu apo atë mendim Allahu Azza wa Jall e ka kundërshtuar shumë dhe ka premtuar për të se do të ketë saqar, lloj xhehenami. Ashtu siç ka thënë Allahu se uslihi saqar, kam me futur në xhehenem. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. E përderisa Allahu Azza wa Jall e ka kërcënuar rand atij i cili ka thënë se kjo është fjalë e njerëzve, ne e dim, atëherë po kuptojmë se është fjalë e krijuesit të njerëzve e nuk e përngjan fjalës e njerëzve. Këto janë fjalët e Imam Tahawiut rahmetullahi alayhi, i cili pasi që foli për tauhidin, njohurinë të madhe të Allah, deri diku dhe cilësitë në veçanti më shumë tauhidin esma o sifat, cilësitë të madhe të Allah dhe emrat e tij, e pastaj një pjesë të atyre cilësive që janë ezelije, janë dy vjetra, pa i kriju i madhi Allah krijesa tënde, që foli për kudretin Allahut e për tjera, për dëshirën Allahut e vullnetin Allahut e kaderin Allahut. Pas e foli për Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, tash flet për Kur'anin, që është cilësia e madhe të Allah, të folurit të Zotit. Çështja e Kur'anit apo të besuarit se Kur'ani është fjalë e Zotit, në çat mënyrë që ceku Imam Tahawiu është bazë prej bazave të forta të dinit të Allahut. Por mjeresht shumë fraksione, grupe të ndryshme kanë humbur dhe janë lajthitur, kanë deviju në qëtë temë. Dhe prej temave që mas shumë të kanë humbur, fraksionet e krijuara në shekujt e parë të Islamit janë kaderi, e kemi folur për të, po na vjen prap më vonë se ka përfundu.
është edhe Kurani, se është fjalë e Zotit, apo e krijuar atje, apo Zoti s'flet hiç. Pastaj vjen më njëherë mas kësajna të shikuarit të madhe të Allah, a shohim në Zotin, a nuk e shohim? Pastaj gjithashtu e cek vendin e të madhe të Allah, a është Zoti lartë, mbi arsh, apo është gjithkund? Dhe tema tjera, por qëto, e prej tyne si ma kryesorja gati, është çështja e fjalës të madhe të Allah Azza wa Jall. Ku në realitet nuk ka pas nevoja fare me hy as djallt as majtas, por njeriu më i thjesht në këtë dynja, i cili kanë dëgjuar sa do pak për Allahun, e kanë dëgjuar edhe për pejgambert të Allahut, musliman dhe jo musliman, ti ketë besuar pejgambert apo ti ketë kundërshtuar pejgambert. Nuk ka dalë prej tyre me thonë dikush se Zoti nuk flet. Nuk ka dalë. Dhe se edhe njerëzit e thjesht janë të bindur se Zoti flet. Dhe saj me fjalët e tij të zbritura poshtë, që quhet shpallje, mesazh, u ka folur pejgamberëve të tij, ose drejt për drejti, si Musaut, si Ademit, si pejgamberit ton, po jo çdo pejgamberi, ose nëpërmjet melaçeve të tij. A dhe se në mënyrë logjike, veç pa e qela jetët kuranore me lexu dhe hadithet e shumta, me logjik të shëndosh, më i plot është ai i cili flet se sa i cili është me mec. Edhe tek njerëzit, e lemët tek krijuesi. Ata duke munduar me i ikë ngjajshmërisë, mos me përngja Allahun me krijesat e tij, kanë ra ik prej diçkafe. E bërë diçka çka është edhe ma keq. Faktikisht në kufër krejt. Pra, po ikun për me përngja, mos me përngja Allah prej ngjashmërisë Allahut me krijesat, sepse meselja është si mbas logjikës tyne të inspiruar nga dreqi mallkuar, ata kanë thonë, me bona me thonë se Zoti flet, atëherë do të me pas gojë, quh. Faktikisht, sikur se njeriu që ka gjymtyrt organet e të folurit nëpërmjet të cilave flet. Për atë arsye këto thot, ne nuk him detale se si flet Zoti, bila kejfije. Sikur sa atje kur flet për cilësitë të mëdha të Allah Azza wa Jall, Allahu ka thonë se është i vendosur mbi arsh. Edhe kemi cek fjalën më Malikut, i cili ka thonë, edhe na vjen prap, istivan ngritja e Allahut mbi arsh është malum e njohur, sepse cek në Koran. Mënyra se si me gjhul e panjohur, bile edhe sualu anhu me pyet për te, është bidat. Nuk e dim se si, por ka dallim me besu, dhe ka dallim për asajna me ditë se si formen, me ditë mënyrën e tjere e tjere. Se do që tjetë, këtë tema shumë e gjatë. Dhe neve nuk na interesojnë shumë në detale, në çdo fraksion, pastaj mendimet, argumentet dhe mja këthy aty në kundra, nuk na hajnë shumë nudha, jo punë. Por në pika shkurtra, se këtë tema shumë e gjatë,
Themi se njerëzit rreth të folurit madhe të Allah kanë diskutuar dhe kanë sjellë dikon rreth 9 mendime. Një prej tyre për shembull që kanë Mu'tazilit është se të folurit fjala, kelam, fjala bëhu, fjala Allahut Azza wa Jall, falu, agjëra, fjala Allahut Azza wa Jall, që lexuan në Kur'an, alif lam ra, e tjerë, është e krijuar ndamas prej lartmadhërisë të Zotit. Qysh, për shembull, kanë thonë atje wa kallama Allahu Musa taklima, Allah I ka fol Musaut. E qysh me shpjegu këta që fol Allahu Musaut, ka thonë Allahu Azza wa Jall e ka krijuar fjalën e vet ndamas atje te ai pemë atje inda shajarat al-mubarakati, te pemë atje. Edhe kur thirr Musa prej asaj pemës, faktikisht se kurse nuk ka fol pema, por fjala Zotit o dal pe qatyhet vetvetiju. Pra ka kriju ndamas fjale. Sa ata nuk e mohojnë që Allah ka aftësi me kriju, por e mohojnë të jetë folurit cilësie të madhe të Allah. E mohojnë. Ajo çka është kryesore e kësajna është se Allahu I madhruar I këtyre mendimeve, ai ka folur dhe cilësia e të folurit është ezel, e vjetër, e të madhe të Allah, është e hershme, që I përket lartë madhërisë së Tij, te bareke o taala. Allahu kur ka desht ka fol, qysh ka desht ka fol. Dhe ai flet edhe sot. Flet me za, që ndëgjohet. Dhe kuptohet. Dhe kjo është mendimi I ehl sunetit dhe xhamatit. Pra të folurit është prej cilësive të plotësuara të madhe të Allah. Dhe kundër të asaj është cilësi e mangët, për atë arsye tham se nuk është I njëjtë edhe tek njerëzit ai I cili flet me atë I cili nuk flet. Me mecë është më I mangët. E këta I thënë të madhet Allah Azza wa Jall, se Allahu është I mangët. Pa dashje, ashtu I bie. Kur thush Allahu nuk flet, dhe me thonë njeriu në këtë kontest është më I plot se Zoti, sepse njeriu flet. Mund ta shpreh ato çka don. Mirë, ne e besojmë musliman se Allah I madhruar flet. Te bareke o taala. Por si flet, nuk e dim. Po mirë, ka edhe sa në tjera që ne besojmë që flasin dhe kanë folur, por mënyrën se se nuk I kem qartë. Për shembull ka thënë Allahu Azza wa Jall, "El-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum." Sot u ambyllim atyre gojat e tyre, edhe flasin atyre duart e tyre, edhe u dëshmojnë këmbët e tyre. Për çfarë? Ditën e Kiametit, sot u ambyllim atyre gojat, ndalu, mbëllë gojën mos fal. Flet dora tash, që ka bu haram. Dhe kama flet dhe dëshmon se ka shkuën haram. Qysh flet dora? E dim ne? Nuk e dim. Nuk mund ta shpjegojmë. Por e besojmë se Allahu po thotë. Tamam puna në me mohu edhe këto ajete Kur'an. Allah po të regon për një proces, për proceseve të gjata të shumta të ditës Kiametit, se ne do t'ja mbyllim gojat çfarëve, ndalo
mos fal heqti. I sillim dëshmitarët. E dëshmitarët janë duar tua, edhe kam të tua. Dhe thëtë Allahu Azza wa Jall për që fartë, wa qalu li gjuludihim lima shahidtum alejna. Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay. Po edhe lëkurat e njerëzve dëshmojnë ditën e kiametit. E që fartë thojnë, pse po dëshmoni kundër neve? Tash ai me gojë u drejtohet lëkurës vetë, pse po dëshmon ti kundër meje? Unë po du me të mbrojti prej xhehenemit, ti po dëshmon kundër meje, kundër vetvete, se ti para po do me shku në xhehenem. Çka thojnë ato? Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kull shay. Neve na mësoj Zoti, na shtiu me fol. Qyshe ja mësoj dhe qyshe shtiu me fol çdo gjë. Pra nuk kanë dëshirën tonë, ne s'patëm çare pa dëshmue kundër juve, la ilaha illallah. Qëllimi është edhe lëkurat e njerëzve flasin ditën e kiametit. Qysh? Prapë nuk e dim. Gurt edhe drujt a bojnë tasbih, i bojnë tasbih të madhet Allah. Qysh i bojnë tasbih? Nuk e dim. Zani del. Nuk e dim. Gure ka dhënë selam pejgamberit alayhi salatu wassalam duke ardhur prej gare Hiras duke kthyer në Mekë. Po, ku ka të gojë guri? Qysh i ka dhënë? Ka dalën zan? Nuk e dim, por e besojmë. E besojmë se del zan i cili ngritet lart dhe ndëgjon njeriu. Apo këtë rast pejgamberi alayhi salatu wassalam, apo ndëgjon Allahu Azza wa Jall. Pra, nuk është kusht për me besue dhe më bindë se flet i madhi Allah me ditë mënyrën se si. Sikur se që nuk është kushtet për gjëra tjera që janë krijesa, me ditë si është mënyra, pa si do tjetë, pa si qëndron mënyra të folurit, në mënyrë që ne ta besojmë dhe të jemi të qetë tamam. Jo, dini është më e madh se sa kaq. Për atë arsye gjithmonë themi, dhe dini më e madh sa që na rrok neve mendja. Dhe që na kapën shqisat tona, dini është më e madh. E këta duke u ndalë vetëm të shqisat e veta, ja ku kanë shku. Dhe kanë mohuar fjalën e madhe të Allah, edhe udhë billah kanë rënë kufër. Për atë arsye, pra këtë të vazhdim, minhu beda, prej Zoti o dalë, e ju që ka kriju dikun shtojnë Mu'tazilet. Bila kejfijetin qawla, pa hi në detale se si. Ja, në detale nuk hymë se si. Pastaj, ju vetëm ajetet koranore, o kellem Allahu Musa teklima, Allahu I ka folë Musaut. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه dhe kur erdhi Musa te miqati jon vendin ton me marr Tevratën atje fjala tash mas se shkoi te ben Israil te u kthye kalidetin e tjerë dhe shkoi te miqat vendin ku e lam ne për Allah me fol Musa alayhi salam o kallamahu rabbuhu dhe I foli atina Allahu I madhruar dhe Musa ndëgjoi çka I foli madhi Allah por Allahu nuk e pa. Por fjallën e ti, zërën e ti e ndëgjoj, se fjalla del prej zanët. Zërën krijen fjallë. Sa argumente tjera kanë Koran dhe në Sunnet, që I madhi Allah Azza wa Jall flet. Ka thoni madhi Allah, sa për ilustrim, kur Allahu u flet gjenet live, Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Salam, fjallë salam, prej Zotit mëshirshëm. Ka në hadith pejgamberit alayhi salatu wassalam, që transmeton Xhabiri se përderisa xhenetlit janë në xhenet duke u kënaqur dhe I shijuar të mirat e Allahut Azza wa Jall. Kur atyre paraqitet një nuri I madh dhe I ngrisin kokat lart dhe shohin Allahun Azza wa Jall I cili paraqitet xhenetlive
Dhe Allahu thot, komenti këtij ajeti kuranor, Assalamu alaikum ya ahlal jannah, Assalamu alaikum o ju xhenetli. Pra kjo është fjala Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Dhe pastaj është në hadithi dhe nuk ka diçka që ka shqetësojnë xhenetlit më të mirë e që ndjejnë kënaqësi më të madhe se sa kur e shohin nurin e të madhe të Allah Azza wa Jall dhe ndëgjojnë fjalën e të madhe të Allah i cili përshëndet xhenetlit. Dhe ashtu rrin të mahnitur, të thelluar në kënaqësi të madhe derisa të mshefet nurit të madhe të Allah Azza wa Jall. Por mshefet nurit të madhe të Allah e ata vazhdojnë të jenë edhe më tej të kënaqur më shumë se sa kanë qenë më herët prej bereqetit nurit të madhe të Allah te baraka wa taala. Pra në këtë hadith po vërtetohet që është edhe komente ajetit cilësia të folurit të Allahut, se Allah po flet xhenetlive Allahun pasi të futen në xhenet. Po në këtë hadith po vërtetohet pamurit e Zotit se njerëzit po e shohin nurin, dritën e të madhe të Allah. Po edhe në këtë hadith po vërtetohet gjithashtu se Allahu është i lartë te baraka wa taala, sepse njerëzit po të krisin i kryt lartë dhe e shohin Allahun e madhruar nga lartë te baraka wa taala. Pastaj, jo vetëm kaq, por i madhi Allah Azza wa Jall sa herë thotë në Kur'an, se po dhe me hadithe, se i madhi Allah Azza wa Jall atyre që janë qëfar dhe bojnë zullum nuk ka me ju fol në ditën e kiametit. Thot Allahu i madhruar sa për ilustrim, inna alladhina ishtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhum Allahu wa la yanzuru ilayhim. Ata të cilët e blejnë dynjan dhe shesin ahiretin, për interes të vogël dynjas ta shet ahiretin la ilaha illallah, ata nuk kanë farë vlerë dhe peshet e i madhi Allah. Ditë kiametit, o fjala. Atyre Allahu la yukallimuhumullah, nuk ju flet Zoti. Wala yanzuru ilayhim, as nuk i shikon ata. Është fjala nuk i flet Zoti me fjalë të ëmbla dhe të mira, me fjalë respekti dhe nderi, me fjalë mëshire, e jo se nuk ju flet hiç Allahu, sepse Allahu Azza wa Jall ka thonë për vetveten e tij se o thot xhehenamlive, që ta të njëjtit, pasi t'i futën xhehenam, ikhsa'u fiha wala tukallimun, mbyllne, heshni dhe mos t'javni zanin, ka falni xhehenam kuri. Dhe zotën kjo është fjala e fundit e xhehenamlive në xhehenam. Është raporti, biseda e fundit e cila zhvillohet mes të madhit Allah dhe mes xhehenamlive, apo edhe mes melaçeve të madhit Allah edhe mes xhehenamlive. Është fjala xhehenamlit ku gjatën xhehenam përpiqen dhe kërkojnë dhe shpresojnë se mos po dalëm dikur nga xhehenam. Derisa Allahu t'ju thot ikhsa'u fiha wala tukallimun, dhe mos hapni gojë, mos falni. Pra, qëllimi është pjo flet Zoti. Këtu për ditë kiametit po nuk ju flet Zoti. Mirë, nuk ju flet, këtu po thot pjo flet. Pra, nuk ju flet shaj, nuk ju flet me fjalë respekti që flet muslimanëve, o robi jam, atë kujtohet kër e ke buktohen, që ka në hadith vërtet, ku Allah hafran robin e vetë, o lejse bejnihu turgjeman, s'ka përkërkoj, s'ka përkëthy, s'ka ndërmjetësu, s'ka kur gjë, dhe Allah i thët robit vetë, atë kujtohet, ke një ratë të këshyr gjatas, që ka me pa gjenat e veta, s'ka të namë, amelet e veta,
Edhe thot pozët më kujtohet derisa i ngrati fshin dorë i humbi i humb shpresat gati dhe Allah i thot ti ka mbuluar në dynja dhe sot ti falin ahiret. Pra i flet Allah shaj, i flet besimtarët me të folur të respektit, a me foli flet ati dhe atina. Për ndryshe, Allahu po thot nuk i flet çfarëve. Atëherë pra ku është respekti muslimanëve, mos i kishte fol muslimanëve fare. Këto pas që flet çfarëve. Nuk pas që flet njerëzve krejt, pas që flet çfarëve, ka të thotë se ju flet muslimanëve. Por ju flet edhe këtyne, ama këtyne flet shaj në nënçmimi, muslimanëve shaj nderi. Edhe po vërtetohet cilësia të folurit të madhit Allah Azza wa Jall në ditën e Kiametit, po edhe pas të futen në xhenet, po edhe këtë dynja kujt të doni madhi Allah Azza wa Jall ju flet tebaraka wa taala. Në përgjithësi, pra, Ahlus Sunneti janë konsenzus të krejt, prej tyne dhe 4 mëdhibet, se i madhi Allah Azza wa Jall flet edhe se fjala e Zotit nuk është e krijuar. Ja. Por është cilësi e vjetër, e hershme, e të madhit Allah te bareke o taala, që është tam fillim, ka folë Allahu, edhe flet Allahu, kur të don, me kënd të don, te bareke o taala. Dhe që ka thani Imam Tahawiu rahmetullahi alejhi, Allahu ka folë edhe flet se të do dhe kur të do, me çfarë do lloji fjale qoftë. Gjithashtu edhe Imam Abu Hanifa në Fikhun e Madh që kemi cek më herët, që është libri i parë, i cili është marrë me këtë shkencën e ilmul kelamit, të tauhidit. Edhe ai thot rahmetullahi taala alejhi se Kurani është i shënuar në për musafe. Është i shënuar në për musaf është mes 2 kopertinave. Kurani mes 2 kopertinave quhet mushaf, i përmbledhur. Kurani thotë është i shënuar mes 2 mushaf. Është i ruajtur në zonë përmendsh në zemrat e njerëzve, në gjuhën e njerëzve i lexuar, nuk është i krijuar. Ata që atësek i madhi Allah në Kur'an, për Musaun dhe të tjerët për pejgambert e vetë. Apo që ka atësek për Firaunin dhe për Iblisin, i madhi Allah në Kur'an, flet për Firaunin, flet për Iblisin, flet për evlijat e vetë, edhe për armeqt e vetë. Aja është fjallë e Zotit, që të regon Zotit për ta. Ndërsa fjallë e Musaut, edhe fjallët e krijesave tjera është fjallë e krijuar. Por Kur'ani është fjallë e Zotit e jo fjallë e tyne. Pra, Musa kur flet, dhe Musa kur flet, fjallë e njeriut është e krijuar. Prej gjymtyrve, organeve që Zotja ka kriju dhe përmjet tyne del fjalla. Jetën gjadhe Iblisit, jetën gjadhe Firaunit, e me gjithë dhe armëgjve të Allah, se në krijesa. E pastaj ajo çka është në Kur'an, është prej Zotit që informon për ta se çka ka ndodhur, si ka ndodhur. Dhe tash kjo fjalë e Zotit ndryshon prej fjalës njerëzve, sepse fjala e njerëzve është e krijuar, fjala e Zotit është e vjetër, e hershme, e pa krijuar te bareke wa taala. Dhe fjala e Zotit nuk i përngjan fjalës e njerëzve. Pastaj pejgambert Allahut Azza wa Jall, të fakteve tjera, gjithmonë prej Nuhit, dhe dete pejgamberi jonë, u kanë treguar xhamatit dhe muslimanëve se Zoti flet, dhe Zoti po thot, dhe Zoti po nin, dhe Zoti po është edhe kështu me radhë. Kur njët, ata s'kan thonë, nuk e besojmë se Zoti të flet. Asnjëherë. Pra është përcjell gjenerat mas gjenerate të meqtë dhe të armiqtë e Islamit, që
Qysh është përcjell se Ademi është i krijuar prej dheut dhe është njeriu i parë. Qashtu është përcjellur tek njerëzit se Allahu Azza wa Jall u ka folur pejgamberve. Dhe pejgambert i kanë folë të madhit Allah. Dhe është bërbindje dhe shprehje të njerëzit. Por ja që ka pas për njerëzit cilët e mohojnë këtë Allahu na ruajt. Kur'ani, fjalët madhe të Allah Azza wa Jall, mrekulli, ka ijaz. Në veten e tij çka do të thotë se njerëzit nuk kanë mundësi me sjell diçka tillë, që është Kur'ani për atë arsye, si është Kur'ani për atë arsye tham se nuk i përngjan fjalës së njerëzve. Kur'an do të thotë edhe fjalët, po edhe e renditja e fjalëve njëra me tjetrën, janë Kur'an krejt, pra edhe të shkruarit, edhe të domethënit kuptuarit e fjalëve të Allah. Për atë arsye, nuk bën me lexue në namaz Kur'an në gjuhë tjetër. Sepse Kur'ani nuk është vetëm kuptim. Mund të thotë dikush, po unë japi kuptimin në gjuhën shqipe, angleze të tjerë, po japi kuptimin e plot fjalës Elhamdulillahi Rabbil Alamin tazam. Ose qul huwallahu ahad, thuaj nuk ka, thuaj se Allahu është një. Thuaj se ai Allahu është një. Qul huwa, thuaj ai është Allahu një. Qul huwallahu ahad. Por Kur'an nuk është vetëm kuptimi i tina, janë edhe shprehjet e tina. Qysh ka thoni madhi Allah. Për atë arsye të adhuruarit e Zotit, fjalën ibadet, namaz, në rite fetare, që të prene, me Kur'an vetëm me kuptim, pa shprehje origjinale, nuk pranohet se s'ke lexu Kur'an. Nuk e lexu Kur'an. Në këtë mesele kanë diskutuar pak ulemaja, por këta në mënut më ratet me nxjerr njerëzit kur janë në rastet të randa, tepër të veçanta, se Imam Ebu Hanifja, i cili është transmetuar prej tij se ai që lexon Kur'anin në gjuhën persiane, i pranohet namazi. Pastaj të tjerë e kanë kritikuar Ebu Hanifën shumë. Pse me thonë ashtu? Kurse ajo është mëngësi e madhe Kur'anit, dhe në realitet ai nuk po lexon Kur'an. Po Ebu Hanifa është tërhiq pas këtij mendimit, rahmetullahi alayh. Por ai gjithmonë ka thonë se ai cili, pra edhe nëse e marrëm atë që nuk është tërhiq, apo kur e ka thonë para se më tërhiq, ka pas për qëllim për ata të cilët nuk din asnjë fjalë arabisht. Nuk din me adhuru të madhin Allah. E për mja vlecu njerëzve veç le të bojnë namaz bile derisa të mësën pak Kur'an, ka thonë le të lexojnë edhe në gjuhën persiane. Por si do që tjetë edhe Ebu Hanifa dhe krejt dynjaja, ehl sunet edhe xhamati, për me ruajtur originalitetin e Kur'anit, dhe me thonë se me qenë i sigur se ka adhuru Zotin me Kur'an, me fjallën e tina, dohet me lexuar Kur'anin në gjuhën arabe për ata që kanë mundësi të shprehurit dhe din. Për ndryshe nuk ka lexu Kur'an, e tash pa lexu Kur'an nuk e namaz. Sepse namaz është i lidhur me Kur'an, që është shtyllë prej shtyllave të namazit. Kjo është ajo në pika shkurt arsyeja kryesore pse nuk bën të lexojmë Kur'an në gjuhën e përkthyer, apo çështja e fat pyetja e kot e njerëzve pse mos të falemi në shqip.
Sepse Allah nuk ka zbrit Kur'an shqip. Ai ka zbrit Kur'an arabisht. Edhe ka cek me emën se është Kur'an arabisht. Dhe se si del jashtë, humbi mo, nuk është më Kur'an. Është kuptim i Kur'anit. Ecim edhe pak më shpejt, tash këtim shumë e gjatë. Për fjalët Imam Tahawiut ishte se dhe ai i cili ndëgjon këtë Kur'an, edhe thëtë se ja këtë fjallë njerëzve ku ka skoka e Zotit, ai ka bo kufër. Allahu na ruajt. Edhe thëtë se kjo fjallë nuk i përgjon fjallës e njerëzve. Për atë arsye Allahu ka thonë: "Wa man asdaqu min Allahi haditha." Nuk ka kush që afrohet për nga të folurit, këto është fjala, shprehurit, të madhet Allah. Është e veçantë, e stilit veçantë folurit të Zotit. Për atë Allah ka sfiduar arab dhe jo arab, njerëz edhe gjend, për me sjell diçka që është Kur'ani, që është folur, anë po sillet folur të diçka që është Kur'ani. Qul in ijtama'atil insu wal jinn, thuaj nëse apo sikur të ishin bërë bashkë njerëzit dhe gjindet, ala an ya'tu bimithli hadha al-Qur'an la ya'tun bimithlihi, që ta sjellin të ishin sikur të ishin bërë bashkë njerëzit dhe gjindet krejt. Dhe të ishin përpjekur dhe angazhuar për me sjell diçka të ngjajshëm me këtë Kur'an, la ya'tun bimithlihi, nuk kanë mundësi me sjell diçka që është ky Kur'an. Apo se është ky Kur'an asnjëherë. Nëse pastaj edhe në një kaptin, apo në dhe kaptina, le të sjellin mushin diçka sikur se Kurani, është e pamundur diçka të tillë me pa. Pra, folurit e të madhe të Allah, te bareke wa taala, është cilësi e Zotit. Që janë cilësitë e tjera të madhe të Allah, që i përkasi lartë madhërisë të tij, pa e ditë në mënyrën se si. Që nuk ka nevojë me përngja Allahun me njerëzit. Themi Allahu e ka fuqinë e vet, fuqia e tij dallon prej fuqisë e njerëzve, vullneti i tij dallon prej vullnetit të njerëzve, të pamurit e tij dallon prej të pamurit të njerëzve, të ndëgjuarit e tij i përket lartë madhërisë të tij dallon prej të dëgjuarit të njerëzve, pa edhe të folurit e tij, një sikur se cilësitë e tjera i përkasi lartë madhërisë të tij, dallojnë prej të folurit të krijesave të tij, dhe këto nuk ka nevojë as pak njeriu më friksu për se po e përgjan të madhen Allah me krijesat e tij, tash nuk ka nevojë me filozofue djathtas edhe majtas, dhe runa Zot me dal prej dinit që kanë dalë shumë njerëz. Allahu na ruajt imanin në zemrat tona, ja Rabbel Alamin. Edhe 400 pika të shkurtra, nëse thamë shketim shumë gjatë, deri në ligjëratën tjetër me të pamurit, shikuarit e të madhit Allah Azza wa Jall. Allahu na mundsoft me pa Allahun Azza wa Jall në ditën e Kiametit dhe më kënaq duke shiquar Allahun. Wallahu alaihi sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala alam. Realizoi studio produksioni Krenaria në Prishtinë. Allahu akbar fawqa